Kryeministri Edi Rama njoftoi dje edhe nëpërmjet një akti normativ tashmë janë 4 milionë euro të akorduara për koncertin e Kanye West. Dy gjëra më kanë bërë përshtypje tani. Edhe me Telën dua ta diskutoj këtë gjë. E para, kryeministri fliste për 4 milionë, por vetëm 4 milionë janë sikur janë qindra e tjerë. Ky relativizimi i shumave, aq më tepër kur bëhet nga një kryetar shteti, është i frikshëm, nga një kryeministër. Pale pastaj po ta krahasosh me vlerat që marrin leku letër. Pale pastaj po ta krahasosh me vlerat që ministria jep për projekte arti në këtë vend që janë totalisht të pakrahasueshme. Ne kisha fjalën për firmat që gjithë. Fap. Mirë, me firmat e leku letër nuk diskutohet. Po mua Julian Hoxha më solli në vëmendje. Ka bërë një të gjë edhe me cirkuitin. E mban mend Giro d'Italia. Bëri të njëjtën gjë, po prap me i nxirrte nga fondi i rezervës, fondi i emergjencave etj. Çfarë po bën? Realisht e beson Rama që koncerti i tij është një PR, domethënë operacion PR i kaq i shkëlqyer sa mund të justifikojë edhe veprime të tilla? Ai me siguri e beson këtë gjë. E beson. Po, me siguri e beson këtë gjë. Dhe ndaj dhe ndërmerr veprime të cilët kanë një pikpyetje shumë të madhe ligjore dhe do të ishte e çuditshme që të mos kishim një investigim të spakut këtu. Tashmë, koncerti është totalisht privat. U reklamua si i tillë totalisht privat. Dhe vjen në minutën e fundit na shfaqet që është një PPP, një përzierje publik-privat. Ku riskun e mban shteti të gjithë. Kryeministri thotë që ne nuk mund të lejonim dështimin e këtij koncerti se Shqipëria do kishte kosto. Po, do humte 100 milionë euro. Dakor. Minimalisht kjo tregon që marrëdhënia e kësaj qeverie me këtë kompani është e pakujdesshme. Sepse koncerte në përbot anullohen plot. Patjetër, Madonna sapo e anulloi një. Dhe biles ka në të drejtën e blerjes së biletës, ka dhe parashikimin çfarë ndodh në rast të anullimit. Nëse për arsye që nuk shiten biletat e tjerë, si rimbursohen, sa kohë përpara është i detyruar organizatori të lajmërojë që u anullua koncerti, që njerëzit mos presin avionët, mos të prenotojnë dhe parapaguajnë hotelet e tjerë. Mirë. Kjo gjë nuk ka ndodhur me firmën. Pse s'ka ndodhur me firmën kjo gjë? Sepse me siguri unë shtroj hipotezën që është dhe një garanci. Çoje deri ku të mundesh, kusurin do ta mbulojmë ne. Si që kemi bërë me gjitha PPP-të, ti e di, për shembull, kur nuk plotësohet volumi i qarkullimit në rrugë dhe del me humbje investitori, kalon në shtetin. Hipoteza ime është kjo. Duhet ketë patur një deal të mëhershëm që ju bëni që keni mundësi të bëni, pjesën tjetër do ja mbulojmë ne se koncertin e duam. Tani, hipotezë është kjo, mos jetë e vërtet, po është një hipotezë e logjikshme që rrjedh nga ngjarjet. Nëse kjo hipotezë është e vërtet, do thotë që ligji për përdorimin e fondeve të emergjencave është shkelur. Patjetër, se ka tjetër qëllim. Sepse ligji i emergjencave të lejon ta përdorësh fondin për një gjë të paparashikueshme. Hipoteza që u ngrita tregon që është parashikuar. Është parashikuar një skenar. E dyta, duke lexuar relacionin e vendimit të Këshillit të Ministrave, ti nuk gjen justifikimin aty. E para çfarë ka ndodhur? Po. Pse pas ka ardhur risku i dështimit? Si ka ardhur risku i dështimit? A ka patëm ndonjë detyrim qeveria për të ndërhyrë, apo është gjetur përpara një fakti të ndodhur dhe ka peshuar të ndërhyjë apo mos të ndërhyjë? Cili është vlerësimi i rrezikut të mos ndodhjes së koncertit? Nuk e pas gjë. Një vlerësim i kostove të mundshme po të mos ndodhte me përfitimet e mundshme po të ndodhte. Me drejt pyese sot Klodian Tomori pse 100 milion dhe jo 1 miliard në përfitimi, si u vlerësua. Janë këto shifra që kryeministri i jep në Facebook, por nuk citohen në relacionin shpjegues zyrtar të marrjes së vendimit. Çka këto vendime e qeverie që merren mbi dijenit vetëm që i di kryeministri dhe ne i thot ai në Facebook dhe nuk ja thot zyrtarëve të shtetit. Kur kryeministri mori përsipër të thotë që samiti i NATO-s sipas tij dhe vendos ai do të bëhet në Tiranë këtë koncertin e Pra, jam në fund tani. Për ta mbyllur
Unë mendoj që Edi Rama e ka dashur këtë koncert që në fillim, sepse ati i duhet të kapërcej nga një ekstrem në tjetrin. Kanye West është par excellent, një shembull që ai thot gjithë të tjerëve, unë e teprova me Netanyahu, po unë marrë dhe këtë që janë izraelitët. Mirë, por kjo 4 milion euro na kushtoi kjo. Kjo akuzoi protestën për antisemitizëm, për nazizëm, për fashizëm dhe na sjell tash një artist që se ka fare për gjë, të veshi bluzet me kryqin e thyrë të nazistëve, të antisionistëve, të shajet të mallkoj izraelitët. Përcakton një turë, përcakton një vit përpara dhe kishte përcaktuar datat e koncerteve në Poloni, në Zvicër, në Britani, në Itali. Gjithë të koncertet ju anulluan në autoritetet vendase për shkak të mënyrës se si ishte sjellja, qëndrimeve të tij. Pra dhe Polonia anulloi, edhe Reggio Emilia në Itali anulloi, dhe Zvicra anulloi, dhe në Britani e kishte koncertin në 10 deri në 12 korrik. Pra në një festival të madh ishte ai pjesëtar. Duke anulluar gjithë të koncertet, atë ç'të bëjmë? Telefonin. A mund ta bëjmë në Shqipëri koncertin? Ta bëjmë vllajot, për 60 minuta. Por gjithë plani vizibilitetit, gjithë llogarit dolën gabim. Pra nuk ishte 60.000 veta që mund të vinin. Atëherë do dështonte koncerti, paguajnë biletat dhe redakcioni është shkruar e të bardhë të zezë, e zezë të bardhë, që rrezikon të dështojë koncertin, ka një ranë dhe organizatorët do t'japin bileta falas. 4 milion bileta ka bërë qeveria. 4 milion euro bileta, është shkruar atje. Pra 4 milion euro do jenë biletat që të mbushet, sepse po të shije planin e biletave, ishte 3 çereku mos themi zbrazur. Dhe pastaj mos llogarisim, jo 4 milion duhen. Kanë çuar gjimnazeve me SMS që të lotari ose sillni Unë mendoj që qeveria ka bler belan shtrenjtë. 4 milionë. Unë nuk e di ku do parkojnë ata njerëz atje. Insenator, domethënë ne na duheshin 4 milion për ku diun për shëndetësinë. Patjetër, për shkolla. 4 milionët janë shumë pak po krahasohen me këto tendrat e rrugëve. Pra duhen 200 metra, 300 metra rrugë se kështu i kanë llogaritur. Patjetër, prandaj të thash, ky relativizimi është i tmerrshëm. Se si e bëjnë veprimin dhe aq më tepër në kontekstin Shqipëri, pra, por do të protesta për mënyrën se si e sillur me paranë publike. Domethënë se si kushtruar pushtetin ndaj publikut, ai vazhdon të diri që nga gazetarët e terrenit është bërë një parkim po aq i madh saç